Megjithse ka një vijë bregdetare me shtrirje prej vetëm pak kilometrash, Orikumi po kthehet vit pas viti në një nga destinacionet më të preferuara për pushuesit. Qyteza e vjetër e Vlorës po tërheq çdo ditë më shumë turistë vendas dhe të huaj, të cilët zgjedhin këtë zonë për qetësinë, natyrën dhe afërsinë me detin. Në këtë zonë nuk mungojnë turistët nga Polonia, Holanda, Gjermania e vendet e tjera europiane, shumë prej tyre të ardhur me kamper. Ata tregojnë se për Orikumin kanë mësuar përmes internetit dhe aplikacioneve të dedikuara për udhëtimet me kamper. Vlerësimet pozitive të pushuesve të tjerë i kanë bindur ta zgjedhin këtë destinacion, ndërsa përvoja që po përjetojnë ka tejkaluar pritshmërinë e tyre. Ne vim nga Polonia, jemi për herë të parë në Shqipëri, ndodhemi prej 2 ditësh këtu. Më parë kemi qenë në liçenin e Shkodrës, mbrëmjen e kaluam në Orikum dhe realisht na pëlqen shumë. E duam shumë natyrën, besoj se deti është gjëja që na pëlqen më shumë. Ne zgjodhëm Orikumin pasi pam reagime që kishin dhënë persona të tjerë në aplikacion që ne përdorim për kamperat. Ishte një destinacion i vlerësuar shumë mirë, e përshkruani si një vend paqësor, perfekt për kamper dhe shumë afër detit. Shqipëria faktikisht është fundi i udhëtimit ton. Mendoj se nga shtetet që kemi vizituar gjatë turit ballkanik të preferuar kemi Shqipërinë, pasi është i vetmi vend deri më tani që jemi kaq afër detit. Më parë kemi qenë ose në male ose afër liçenit, dhe është hera e parë që jemi pranë detit dhe është e mrekullueshme. Montenegro. Unë vi nga Holanda dhe vizitoj për herë të parë Shqipërinë. Ky destinacion na pëlqen, është shumë bukur. Gjërat që na pëlqejnë më tepër këtu janë deti, malet dhe njerëzit të cilët janë shumë të sjellshëm. Më parë kemi qenë në Maltëzi, prandaj erdhëm këtu. Ne çdo vit për pushime shkojmë në Greqi. Këtë herë menduam që të vizitojmë diçka ndryshe. Dëgjuam që në Shqipëri është shumë bukur, me njerëz shumë të sjellshëm dhe erdhëm këtu. Kemi qenë më parë edhe në Kroaci dhe Sloveni. Kemi vizituar në total 6 vende, bashkë me Gjermaninë dhe Austrinë. Kroacia dhe Malizi janë vende shumë të bukura, por edhe këtu ne na pëlqen shumë. Orikumi nuk është zgjedhje vetëm për turistët e huaj, edhe pushuesit vendas po e preferojnë gjithnjë më shumë këtë zonë, duke e konsideruar një alternativë ideale, larg zhurmës dhe mbipopullimit të plazheve të tjera. Kam shtëpi këtu edhe këtu e bëj plazhin zakonisht. Këtu e kaloj në Berati. Apo? Jam në Berati. Isem shumë ka turistë sa banor të vendit. Me natyrën e ruajtur, plazhe të pastra dhe mundësinë që u ofron turistëve të kamperave për të qëndruar pranë detit në ambiente të lira, Orikumi po konsolidohet si një nga destinacionet më tërheqëse të Rivierës shqiptare.